Në shtëpinë e Ferma VIP, tensionet kanë arritur kulmin pas një përplasjeje të fortë mes Zhakut dhe Mozes. Debat që po komentohet gjerësisht edhe jashtë spektaklit. Gjithçka nisi gjatë një diskutimi të ashpër, ku Zhaku vendosi të nxjerrë në pah ndihmën dhe mbështetjen që, sipas tij, i ka dhënë Mozes në të kaluarën. Me tone të revoltuara dhe pa kursyer fjalët, ai i kujtoi se i ka qëndruar pranë edhe në momente kur nuk kishte asnjë përfitim personal. Të kam bërë këngë pa lek, të kam përkthyer vargje në gjermanisht, u shpreh ai pala banorëve të tjerë, duke lënë të kuptohet se ndihet i zhgënjur nga mënyra se si po trajtohet tani. Situata u tensionua edhe më shumë, kur Zhaku shpërtheu me fjalët "Ik mo ik, nuk duhet të përmendësh nderet këtu", një sjali që ndezi menjëherë atmosferën në ferm. Banorët e tjerë mbetën të shtangur nga debati, ndërsa disa prej tyre tentuan të qetësonin situatën për të shmangur agravimin e konfliktit. Megjithatë, emocionet ishin shumë të forta dhe të dy palët vazhduan të shkëmbenin akuza e kunja ndaj njëri tjetrit. Përplasja tregoi edhe një herë se marrëdhëniet brenda fermës janë bërë tepër delikate dhe çdo diskutim i vogël mund të shpërthejë në debat të madh. Publiku në rrjetet sociale reagoi menjëherë pas transmetimit të skenës. Disa mbështetën Zhakun, duke thënë se ai ka të drejtë të ndihet i tradhtuar, pasi ka ndihmuar pa interes, ndërsa të tjerë kritikuan faktin që nderet u përmendën publikisht gjatë debatit. Pikërisht kjo fjali u bë virale dhe po qarkullon kudo në TikTok, Instagram dhe Facebook, duke e kthyer përplasjen në një nga momentet më të komentuara të spektaklit këtë javë. Kjo situatë ka shtuar edhe më shumë kuriozitetin e publikut për marrëdhënien mes tyre dhe mënyrën se si do të vazhdojë bashkëjetesa në ditët në vijim. Në një reality show si Ferma VIP, ku emocionet dhe presioni janë të larta, debatet të tilla shpesh ndryshojnë krejtësisht dinamikën mes banorëve dhe ndikojnë drejt për drejt edhe në mbështetjen që ata marrin nga publiku.